13 prill, ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Shembulli hungares. 16 vjet, Viktor Urban e nisi politikën si antikomunist, antisovjetik, antirus. Partia Qendrës Djathtë. Politika fantastike në fillim, por 16 vjet u korruptua sistemi, kontrolloi drejtësinë, televizionet publike, televizionet private, oligarkin, pasuroi veten, familjen e tij dhe një figurë që doli nga partia e tij, por me ndryshimin e madh, me luftën për korrupsionin, për zhdukjen e fasadeve dhe kundër Rusisë, fitoi në mënyrë fantastike. Çfarë mesazhesh vijnë? Hungaria nuk i vodhi zgjedhjet, thuhet rëndom nga politikanë shqiptarë. Nuk është se nuk ka vjedhur zgjedhjet, dhe ato vota që ka të vjedhur e ka, sepse Hungaria e Orbanit cilësohej si autokraci elektorale. Dëgjoni me vëmendje, autokraci elektorale. Asnjë ndryshim nga lideri global i Surrelit, i cili ka marrë çdo gjë të pushtetit në dorën e tij dhe përmes frikës sundon, kontrollon me patronazhistët dhe ka krijuar këtë fasadë, pra këtë autokraci elektorale paralele si Orban. Nuk e shpëtoi Orbanin asnjë zëvendës president amerikan që nuk e njeh realitetin evropian. As presidenti Trump, të cilit i pëlqen të hiqet si konservator fantastik i djathtës amerikane, por përpara se të ishte president, ka financuar pa kufi dhe limit të majtën amerikane. Natyrisht që Orban do të ishte aleat për Trump, sepse i bashkon politika ndaj emigracionit të pakontrolluar Sorosian. Por edhe fituesi i ri nuk do të ketë asnjë ndryshim nga politika e emigracionit. Votuan rreth 80%, nuk mund të vjedhësh votat edhe pse ke autokraci elektorale, kur votuesit dalin në mënyrë masive, masivisht 80%. I pat sheshet se sa ishin të mbushura. Magjar, fituesi, kryen të rreth 7 mitingje në ditë, takime njerëzit, direkte, median sociale, dhe gjithë kjo i mori 2 vjet. Shumë thonin se Orban do të fitonte. Pollet janë të sakta. Të gjitha pollet fituese nxirrnin opozitën, por jo me 2/3. Rezultati doli me njëherë. Orbani uroi fituesin. Jemi shumë kjo nuk ndodh në Shqipëri. Por në qoftë se do të ketë mbledhje njerëzish 100.000 si në Hungari, dalje masive për të votuar 80%, Rama është i vdekur politikisht. Rama e ka humbur çdo gjë sepse, siç tha edhe Berisha tek dosja e Ballukut, 60% ishte ai. Ka dalë dhe bën takime me organizatat partijake. Zotëri, i e kryeministër. Nuk je kryetari i partisë që del, kontakton, bisedon me pyetje të përgatitura pa takuar votuesin real. Në të gjithë rrugët në Tiranë ndjen që mbi 80% e urrejnë, dëgjoni me vëmendje, e urrejnë, jo e kundërshtojnë Ramën. Dhe socialist, të LSI-s, të majtë, me origjinë komuniste dhe partizane, nuk e duan më. Dhe të gjithë pyesin si. Vota. Çfarë do të bëj këtë radhë përmes krimit, me cilin është ndërlidhur keqas, por pse do të presim sa të përfundoj mandati? Rama duhet largohet më parë. Fillimisht mund të nisë një qeverie
bashkëpunim kombëtar me qëllimin e përbashkët për të hyrë në BE. Ai e ka vrarë parlamentarizmin. Opozita është thjesht de jure në parlament, asgjë de facto. Nuk bën dot asnjë komision hetimor. Nuk ka asnjë interpelancë. Dhe ai tallet me listat që ka bërë. Kërkon të pashtroj shqiptarët. Kanë nxjerrë një biondin në rrugëve të Zvërnecit për ta shitur si të përkëdhelërën e Trump, Ivanka Trump. Por ajo ishte me Trumpin duke parë një ndeshje sport, kickboxing, dhe doli bluff. Jo Ivankën, por dhe vajzën e Karl Marxit marë nuk të mbron dot, sepse do të ketë hetime edhe për Ivankën, qofse ka korrupsion e ka vjedhur, dhe për Donald Trump Jr. apo kushtëri. Kjo është Amerika. Kur të gjithë menduan se Trump humbi me Iranin mbas 21 orë bisedimeve orvati për një armëpushim, dhe iranianët nuk pranuan. Delegacioni amerikan ishte në nivelit shumëturit. Natyrisht si protokoll zvëndës presidenti e shumë, po ai nuk kishte asnjë fuqi të dilte jashtë telefonatave të marra nga Trump dhe pengesave nga dy çifut si Kushner dhe Witkoff. Pra ishte mision i pamundur. Nuk duhet shkonte në gjithë vend se thash dhe dje. Duhet jetë Rubio. Ka humbur besimin. Të dyja palët kërkojnë të shpallën fitore. Në fakt, Trump i ka shkatruar nga Unioni Ushtarake thuajse 60-70% të çdo gjëje ushtarake. Politikisht Trump është gjenial, ja kam thënë. Bllokada është më e fuqishme se sa bombardimi për zhdukjen e civilizimit. Sepse me blokadë Irani falimenton. Nuk ka ujë të pishëm Teherani, sepse nuk ka hekur për të prodhuar tubacionet e ujit, se çdo gjë shkon për prodhimin e raketave. Ka kohë që nuk paguhen ushtarët e ushtrisë rregull artesh, mësuese, vende të tjera të administratës, garda kombëtare revolucionare, terroristë, natyrisht kanë fondet e tyre. Në qoftë se vendoset blokada, nuk ka asnjë të ardhur. Blokada ka dy synime, ndalimin e Kinës dhe të Rusisë për të futur armë, dhe i heq të drejtën të fitojnë miliarda dollar me shitjen e naftës. Do të jenë seleksionues, do të lënë ato anije që nuk shkojnë dhe nuk dalin nga Irani për vende të tjera. Kërcënimet e Iranit janë butaforike, nuk mund. Dhe Marina Amerikane ka thënë kushdo, e thënë dhe Trump, do të godas anijen amerikane. Do të asgjësohet sepse nuk ekziston aviacioni iranian, kundërorët iranian, radarët e Iranit, marina. Ka raketa, ka se sa, askush nuk e di. Blafi iranianëve për uraniumin ose është keq kuptuar ose janë tallur me Kushner dhe Witkoff që herët në parë. Trump me një muaj blokad e shkatron dhe jep mundësi elementeve të ndryshme brenda regjimit për ta përmbysur regjimin realisht. Sepse nuk është ndryshuar regjimi, është ndryshuar kreu, janë vrarë dhe janë të hutuar. Por radikal, më të egër, dhe askush nuk e di se kush e drejton realisht Iranin. Janë dy detaje, mënyra se si u shpëtua i pilot, ku shkuan dhe rreth 10 avion, krijuan një pistë, e morën dhe Irani s'bëri dot asgjë. E dyta kanë kaluar 40 ditë nga vdekja e Ajatollahut dhe ata kanë frikë të organizojnë funeralin, varrimin publik, sepse çifuti Netanyahu ndvret fuqia aviacionit amerikan është e papërballueshme dhe pa kontrollueshme. E djathta amerikane e mori një shuplak me humbjen e Orban, sepse ishte ideja e dikujt që kishte
programet ndaj emigracionit pa ligjshëm dhe hapjes kufirit si maga. Për mendimin tim, J.D. Vance dhe Trump gaboi, sepse duket që CIA nuk i ka dhënë informacionet e saktë. Deri në Shqipëri e dinin që opozita të fitonte. Ndaj, nuk ishte pse J.D. Vance dhe Trump të dilnin në mbështetje të dikujt që do të humbiste, sepse kjo bën të ulet vlera e forcës reale të djathtës amerikane që mbështet të djathtën kudo. Po ka një ndryshim midis djathtës amerikane dhe djathtës europiane. Orbani ishte i djathtë, po ishte me Putin, ishte për Rusisë. Siç janë Itali djathtë, por janë me Putin, siç janë Francë djathtë, por janë me Putin, kjo nuk është e djathtë. E ka spostuar pak vëmendjen nga NATO, do t'i heqë trupat, tashmë ka blokadën. Anijet janë afruar, është një fuqi e madhe ushtarake, e gatshme të godasë. Trump nuk del si humbës nga kjo përplasje. Nuk ka rëndësi se si hyri. Natyrisht që pati trysni nga shtabi i përgjithshëm, nga Kongres, nga Senat, duke përmendur amendamentin e 25, pra kabineti ka drejtë të shkarkojë presidentin, dhe duket sikur kjo shkruar për këtë ditë. Ideja për të mbrojtur, për të mbyllur Hormuzin, mbase quhet e jashtëligjshme nga ato kokat e mëdha të Europës, sepse dihet që Amerika është partizane e udhëtimit të lirë të anijeve në ujërat ndërkombëtare. Por Trump, natyrisht njerëz të tjerë më të mençur se ai, kanë përdorur diçka nga akti piraterisë të përdorur nga Jeffersoni i Madh. Dhe blokada do të jap efektet. Irani është në këmbë që dridhen. Regjimi është dëmtuar rreth $1 trilion. Uraniumi ose është shkatruar dhe është thellë në atë malin e madh, ose duhet të jetë transportuar në një tunel tjetër, por që futet e Netanyahu dim çdo gjë. Trump pa e marrë këtë uranium dhe pa marrë deklarat nga Irani që ne nuk do të bëjmë pasurinë këtyre, nuk ikën. Nga ana tjetër Irani kërkon të shpëtojë fytyrën drejtuesit e tij. Pra, mos na hiq të drejtën të pasurojmë uranium. Na ndalo të prodhojmë armën bërthamore, po. Unë besoj se Trump do t'ja dalë. Dhe njerë, lajm fenomenal, largimi i një autoritari me autokracinë elektorale, që do të pasohet mbase me Vučić, me Fico, deri tek Erdogan, dhe ajo që duam tek ai ajatollahu i vogël i Surelit. Grabitqari i pasurisë kombëtare, vjedh si klasik, dhe thithësi si magnet i mediokrëve, duke shkatruar edhe një pasuri kombëtare, siç ka qenë Partia Socialiste, me profesor, me doktor, me njerëz me integritet që nuk vjedhin. Ju falenderoj.